Kur fiton ignoranca, një pasqyrë e dhimbshme e shoqërisë shqiptare përmes fitores së Gjesti në Big Brother VIP Albania. Nëse duhej një konfirmim tjetër për krizën e vlerave që po përjeton shoqëria shqiptare, atëherë mjafton të hedhim një sy mbi fituesin e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, Gjesti. Një personazh që me të vetmen merit të dallueshme, pa aftësinë funksionale për të artikuluar një mendim të plot, ja doli të marrë çmimin e madh në një nga spektaklet më të ndjekura në vend. Po flasim për një figurë që gjatë gjithë rrugëtimit të tij në shtëpi, nuk arriti të jap as kontribut artistik, as mendim të thellë, as ndonjë sjellje që të frymëzonte. I vetmi kontribut? Shkatërimi emocional i një banoreje deri në gjendje të rëndë mendore. Ky është suksesi? Ky është shembulli që ne duhet t'u japim të rinjve? Gjesti që nuk shkroi një varg të vetëm kur ju kërkua, që nuk kontribuoi me asgjë përveç prishjes së atmosferës, që doli disa herë nga dhoma e rrëfimit pa dhënë asnjë ide konkrete, triumfoi. Dhe pse? Sepse një pjesë e publikut pa veten tek ai, tek padituria, tek arroganca, tek mënyra e egër për të manipuluar, tek mungesa e përpjekjes. Kjo nuk është thjesht një fitore e një lojtari. Është një akt akuz për shoqërinë tonë. Një shoqëri që nuk vlerëson më dijen, talentin, edukatën apo dinjitetin. Një shoqëri që qesh me dhunën psikologjike, që argëtohet me degradimin dhe e shpërblen me para dhe lavdi ignorancën. Në një vend ku intelektualët marginalizohen, ku artistët e vërtet luftojnë për të mbijetuar, është ironike, për të mos thënë tragjike, që një person i tillë të ngrihet në piedestalin e suksesit. Jo sepse kishte diçka për të dhënë, por sepse dinte të luante mirë rolin e atij që shkel mbi gjithçka për të fituar. Fitoria e Gjestit nuk është rasti i një të pashkolluari që ja del, është rasti i një shoqërie që refuzon të zhvillohet, që ka humbur busullën e vlerave dhe që ngren në fron një analfabet funksional vetëm sepse ndihen afër tij. Tragjikisht afër. Kjo nuk është më thjesht një lojë televizive. Është një reflektim i tmerrshëm i drejtimit që po merr mendësia kolektive. Dhe nëse kjo vazhdon, atëherë nesër nuk do na qeverisin më njerëz të paaftë, sepse tashmë kanë nisur të na edukojnë. Dhe këtë e quajmë argëtim.